Presidenti francez Emmanuel Macron ka dhënë një deklaratë të parë gjatë vizitës së tij në Kinë, duke nënvizuar se poshti transatlantik mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara mbetet thelbësor për çështjen ukrainase. Ai tha se pavarësisht sfidave, bashkëpunimi dhe uniteti mes dy anëve të Atlantikut nuk duhet të vihet kurrë në dyshim, sepse vetëm një front i bashkuar mund të garantojë mbështetje efektive për Kievin. Deklarata Macron vjen pas një raportimi të Der Spiegel, i cili publikoi një transkript të supozuar të një telefonate konfidenciale ku pretendoi se Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz kishte shprehur skepticizëm ndaj mënyrës se si SBA po negocion përpjekjet për paqen mes Ukrainës dhe Rusisë. Sipas artikullit, Macron madje kishte frikë se Washingtoni mund të tradhtonte Ukrainën në procesin e negociatave, por presidenti francez hodhi poshtë kategorikisht pretendimet, duke i cilësuar të pavërteta dhe të sajuara. Unë mohoj gjithçka, tha i para gazetarëve. Macron theksoi se përpjekjet për paqe kërkojnë angazhim të fortë amerikan, por gjithashtu edhe një rol aktiv të Europës dhe aleatët perëndimor, që sipas tij duhet të udhëheqin procesin për të bërë paqen e qëndrueshme. Nuk ka skenare ku një paqe e qëndrueshme në Ukrainë arrihet pa përpjekje të përbashkëta, shtoi ai, duke përmendur si aktor kyç SBA në vendet europiane, Kanadan, Australinë dhe Japoninë.